Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit nga Gjesti dhe nga jeta e tij. Kjo javë nuk ka qenë javë e thjeshtë për të, në fakt nuk është javë e thjeshtë, edhe 2 ditë është momenti kulminant që Gjesti po e përjeton, sepse çdo ditë mundohet që të jetë në komunikim me fansat dhe të sjellën nga një video nëpër të gjitha grupet që në fakt janë duke mbështetur Gjestin në mënyrë të jashtëzakonshme. Por ka qenë edhe një javë e lumtur në fakt brenda në familjen Kelmendi. Pas vështirësisë më të madhe që kaluan, një vit 2025 i mbushur me fatkeqësi për këtë familje, fillimisht njëherë ishte ndalesa e Gjestit nga problemet që kishte në gusht të vitit 2025, që do me thënë nuk publikoi dot edhe këngën të cilën e xhironte, nuk publikoi dot projekte, nuk i vazhdoi dot koncertet nga lufta e madhe që në fakt u hap mes Gjestit dhe kompanisë Onima, një kompani e cila monetizonte dhe publikonte këngët dhe projektet e Gjestit në shkruar pa dëshirën e tij, do me thënë më pas u hapën më të gjitha kartat. Pas kësaj ngjarje të tmerrshme që do me thënë Gjestit ju ndal ëndra në mes, sepse ne në Big Brother e kemi kuptuar që Gjesti ka patur një dashuri të madhe për muzikën dhe ka sakrifikuar shumë për muzikën, ka luftuar për muzikën. Gjesti u përball edhe me një vështirësi shumë të madhe që ishte humbja e vëllaut. Një tragjedi që në këtë familje la një plak të hapur që do ta ndjek gjatë gjithë jetës. Rikthimi i Gjestit në skenën muzikore ishte me një mesazh të drejtuar drejt qiellit, një mesazh të drejtuar vllaut të tij Eldionit, duke i thënë që unë këtë rikthim dinjitos do ta bëj për ty. Si rall artistët e tjerë që ne jemi mësuar në fakt i shohim që kur bëjnë rikthime mund të bëjnë rikthime me një këngë të bukur dhe me një videoklip, Gjesti jo më kot është i veçantë sepse ka patur këto stilet e veçanta, nuk rikthehet me një këngë, por rikthehet me një album, do të thënë janë 5 këngë që pritet edhe 2 ditë të lançohen në kanalin zyrtar në YouTube të Gjestit. Nga reklama që po bëhet e këngëve, do me thënë Gjesti ka përzgjedhur në çdo ditë, do me thënë të sjellën nga një strofë të vogël të këngës, duke interpretuar në forma të ndryshme, do me thënë në fillim, do me thënë posteri i parë që doli apo dizajni i parë që doli apo reklama e parë që doli ishte Gjesti me xhublet, që realisht kjo është për ta duar trokitur se çfarë vlerësimi kanë bërë, do me thënë kanë vlerësuar gjën më të çmuar që ne e kemi, sepse xhubleta është e vlerësuar dhe nga UNESCO, është e mbrojtur në fakt nga UNESCO, dhe kjo tregon atë dashurinë të atdheu që Gjesti e ka. Nga ana tjetër, do me thënë kemi Gjestin në interpretime të ndryshme këtu përfshirë edhe në ngjyrat pink, do me thënë që ishin zëra që ne i dëgjonim nga Gimbo, që nuk kupton do me thënë ajo rrugtimi i Gimbos dhe dashuria e Gimbos që bëri brenda në Big Brother. Gjesti ka përzgjedhur të sjellën 5 projekte, 5 projekte të cilat mbartin tematika dhe mbartin mesazhe. Në këtë kohën që ne jetojmë, realisht janë të pakët këngëtarët të cilët të punojnë projekte që kanë brenda mesazhe, dhe ato mesazhe të fuqishme që jam i bindur shumica prej dëgjuesve, prej ndjekësve të Gjestit, ndoshta do ta gjejnë veten në këtë projekt. Do të thënë, nga informacionet që un kam arritur të marr deri më tani, bëhet fjalë për projekte që janë menduar gjatë derisa janë punuar, dhe për këto projekte është punuar me ditë edhe me net, do me thënë pa pushim fare, nuk janë projekte të thjeshta. Ajo që do të vinë në skenën muzikore do të jetë glamur, ndoshta edhe do të kaloj glamurin. Kjo gjë që në fakt do t'u jep shqiptarëve një mundësi që gjatë verës, aty ku Gjesti do të performoj, do të kenë mundësinë të jetojnë dhe të shijojnë së bashku me Gjestin këto këngë. Do të thënë Gjesti po bën një rikthim dinjitos, nuk po bën një rikthim të thjeshtë, do të thënë ta ndajmë rikthimin. Por kjo javë nuk ka qenë edhe e fokusuar vetëm në këtë drejtimin. Gjesti ka patur 2 lumturi në të njëjtën kohë. Blerina, e shumë përmendur në fakt gjatë kohës kur Gjesti ishte në Big Brother, për suportin që po i bënte vllaut të saj, për dashurinë që po i jepte vllaut të saj, një shembull në fakt që ne
e përjetuam dhe e jetuam së bashku me Gjestin dhe Blerinën, siç duket ka vendosur që t'i jep fund beqarisë së saj. Blerina, edhe pse ka qenë shumë aktive në TikTok edhe në Instagram, ajo ka vendosur që të largohet, ka muaj në fakt që është larguar nga rrjetet sociale, ndoshta që në kohën kur i ndodhi ngjarja me Eldionin, sepse ka dashur që të gjej qetësi në vete dhe të gjej paqe në vete, por ajo ka ndarë së fundmi në Snapchat, aty ku ajo e përdorën si aplikacion, disa mesazhe dhe një letër në fakt që i ka shkuar nga fansat e Gjestit në momentin më të bukur të jetës së saj. Blerina ka vendosur që t'i jep fund beqarisë dhe të bashkojë zemrën me njeriu të cilin ajo e do dhe e ka në shpirt. Identiteti i djalit në fjalë, do me thënë nuk është bërë i ditur, sepse Blerina ka përzgjedhur dhe djali në fjalë, marrëdhënien e tyre ta mbajnë private. Në fund të ditës, Blerina nuk është personazh publik, do të thënë ajo është bërë personazh publik në krah të Gjestit, sepse si motra e Gjestit u njoh dhe u përfol për të, por Blerina ka vendosur që ta mbajë jetën e saj private. Duket që ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të mirë, në Snapchat ajo ka ndarë video, ka ndarë fotografi nga marrëdhënia e saj dhe duket që është e lumtur. Do të thënë duket që në këto momente të vështira pikërisht ky djalë ja ka dhënë qetësinë. Blerina ka ndarë këtë momentin me të afërmit e saj. Fejesa është bërë në fshatin Pavlan, aty ku jeton Blerina, do me thënë akoma nuk kanë bërë një dasëm, thjesht është bërë një celebrim i vogël për t'i vënë një emër rrugtimit të tyre, dhe siç duket kjo rruga e bukur e Gjestit, do me thënë vjen me dy gëzime. Pas çdo të keqes, ne gjithmonë kemi besuar që jeton dhe ekziston e mira dhe pikërisht në familjen Kelmendi, siç duket ditët e bukura po vinë, por këtë herë fatkeqësisht me një ëngjëll në qiell. Blerina duket që është e lumtur, duket që është e kënaqur, do me thënë ka marrur atë që zemra i ka rahur për të, por nga ana tjetër duket që edhe Gjesti ka përzgjedhur që pikërisht në këtë javë të bukur që ka qenë javë me bereqet, sepse ne fejesat bashkimin e dy shpirtrave, dy zemrave i quajmë me bereqet, ka përzgjedhur që të nisë dhe rrugtimin e tij artistik, një rrugtim që në fakt u premtua që në janar. Por Gjestit i duheshte që të punon, që të studion se çfarë do të sjellën dhe me çfarë do ta kënaq publiku. Këngët priten me shumë dashuri, do me thënë këngët komentohen jashtëzakonisht shumë. Në fakt të gjithë janë duke pritur se çfarë projekte do sjell, të gjithë kanë u lumtuar se kush është burri i Blerinës, por nuk ka një emër. Unë jam i bindur që shumë shpejt Gjesti edhe do ta bën publike në momentin kur do t'ia uron rrugtimin e bukur motrës së tij në Instagram. Unë mendoj që gjëra të bukura kemi vetëm nga Gjesti, nga rikthimi i tij do të marrim vetëm energjinë pozitive, andaj le ta mbështesim, le të qëndrojmë pranë për të shijuar këto momente fantastike.